Në vitin 323 para erëson, Aleksandri i Madh u sëmur papritur në Babiloni pas një feste. Disa studiues mendojnë se ishte një ethë e zakonshme. Të tjerë besojnë se ai u elmua nga njerëzit e tij, të lodhur nga luftrat e pafundme. Pas ditësh agonie, në moshën 32 vjeçare, ai vdes, duke lënë pas një perandori gjigante, pa një trashëgimtar të qartë. Gojdhëna thotë se, kur u pyet se kush do të ishte trashëgimtari i tij, ai thjesht tha: "Më i forti." Në moshën 32 vjeçare, ai u shua përgjithmonë. Trupi i Aleksandrit u zhduk në rrethana misterioze. Përdoret ende si një legjend në ditët e sotme, por ai la pas një botë të ndryshuar përgjithmonë. Generali i tij, Ptolemeu, mori Egjiptin dhe krijoi një dinasti që zgjati për shekuj. Gjua greke u bë gjua e elitës në të gjithë botën antike.